Nika i Mërtur është një nga lumen që së fundmi është përballur me ndërhyrjet e makinerive në shtratin e lumit. Banorët janë të surprizuar, nuk kanë qenë pjesë të asnjë dëgjese. Kemi të bëjmë me hidrocentrale, me diga, me gryrje, si në rastin e Shkumbinit, në rastin e Cemit e për gjithë Shqipërinë. 28% e gjithë rrjedhës lumore është humbur nga shtrati i tij natyror në vetëm 7 vitet e fundit. Kjo është një masakër mjedisore. Fatkeqësisht Shqipëria është rasti më i keq në gjithë Ballkanin për sa i përket shfrytëzimit të lumenjve. Dhe tashmë është radha e Bregdetit, duke filluar me Vjosnartën e duke mos kursyer të gjithë vijën bregdetare. Pre e zhvillimit, jo të qëndrueshëm, pre e shkatrimit dhe betonizimit të vijave bregdetare të paprekura, të dunave mira vjeçare, të habitateve për specie të rrezikuara dhe të rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, për gjithë Mesdheun. Jemi ankuar gjithmonë që kemi ligje të mira, por çalojmë tek zbatimi. Fatkeqësisht sot nuk i kemi më as ligjet e mira, sepse ligji që ishte ai që duhet siguronte mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e zonave të mbrojtura, ligji 21/2024 e hoqi dhe këtë status tashmë është legjitimuar çdo ndërhyrje në zonat e mbrojtura. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë.